Jam ndodhe një përleshje me inspektorin Babović dhe pas 20 minutave kanë ardhur helikopter. A i pendu? Në asnjë mënyrë. E ka merituar ai. Po, ka qenë me mia polic në kërkim timi. A ke pas frikë? Ja, çka është ajo? Arrita tik, kam të leta fasja. Fatoni më ka thirrë herë mu në telefon. Kjo kull këtë që po e sheni prapa me është kulla e Naser Shatrit. Naseri banon këto. Pse ka marrë sot këto një stok? Ka marrë me bisedu me Naserin pasi që ka një të kaluar thuajse të ngjashtëm me tashmë të ndjerin Faton Hajrizi. Pasa Naser e ka plagos një inspektor serb ku pastaj është arratisur në drejtim të Suedis. Por sa herë është i arrestuar prej Interpolit, ka me na fol vetë Baca Naser edhe me na tregu krejt udhimin e tij që ka pas. Në të fundit jemi të shmitar këtë Kosova çka ka ndodhur lidhur me çështjen e Faton Hajrizit edhe me arratisjen e tij, vrasjen e tij. Kur i ke pa krejt çto lajme çka ka ndodhur, çat ka prun kujtes ty? Fatkeqësisht unë kam pas një të kaluar të parafret me Fatonin. Fjala është, unë kom qenë në organizatat ilegale atëherë dhe se pata një konflikt në stacionin e policisë, në Istog. Dhe ika nga aty pas... Pse tërë puna me ronë bërë këty, shka ke bote? Po ata më kapen mu dhe më morën pasaporten. Edhe qëllimi ty në ka qenë më përfitu për veti më mba. Isha unë në Suedi punojsha dhe jetojsha. Dhe ata si shumë tjerë mërëshin pyetje në nënkërcënimin e. Dhe se jam ndodhe një përleshje me inspektorin Babović, 3 tetor 89. Dhe se arrita të ikë, edhe çka i përngjon kësaj të Fatonit është sepse edhe unë kom ikë në për Serbi. Ti e plagos e inspektor? Po, e kom plagos dhe se arrita tik të largohem nga stacioni policisë një Istog dhe pas 20 minutave kanë ardhur helikopter. Dhe i tërë aparati Serba Jugoslav u është vunë në ndjekjen time. A ke pas ndihmë prej najkujt për me... Po, natën e parë, jam strehu të një kusheri, ka qenë po Ramsa Dreshatri me familje që më kanë bo konak një bjeshk. Sepse ishte shumë ftaft. Edhe se arastia ikja në minus grad, ka mund tjetë vdekje pruse për mu. Qysh ka reagut shpistone kur e murën nga shiteke plagos inspektorin të një Istog? Edhe shka thamë ta? Edhe ajo ka bo sërb probleme? Po, ka qenë, është një histori e tërë aty, po kanë qenë të maltretuar, shumë. Dhe se të regu drejten, unë kesh siguru me një pasaport o thimi, një djallit familjes Visoqi, që është një familje patriotike, dhe ata më dhanë një pasaport që më përngjaj ka i djalli paka shumë me mu. Dhe po s'pata nevoj me përdor fare. Dhe më thonë, pasaporte ati nuk u përdor. Arrita tik, kam të leta fasja. A u gallxon pak për periudhën tonë të në Serbi, sa e kanë? Po, gjatë ratisjes, unë ka ndodhë ka qenë edhe natë edhe ditë, sepse po fillimisht kom u thu edhe unë me i taksi, po edhe me një kamionet, sepse u prish taksija. Dhe se kemi qenë të ndaluar 2 herë nga policia rrugës. Ama unë së më gutë për më shti. Unë kom qenë shumë gjakftaft, dhe se kom dasht me këshyrë dhe ku përshkojnë. Kështu që... Ti ke qeni kërkum të naon, në ke Gjugoslavina? Po, ka qenë me mia polic në kërkim timi. A ke pas frikë? Ja, çka është ajo? Ja, kom pas dro që po kapem. Edhe, tërgu drejten, edhe unë s'kom pas qef të kapem i gjallë.
po mendimin e Zotit edhe të... A ka shku menja nëse veç të kishin kap, ato ditë është fjalla. Cili shkon veprimet? Qa këshëllë? Ata këshin mujtë më kap vetëm të vdekur. Që unë mora mendim, sepse e disha që ka në burgu në Ish Jugoslavi. Dhe se shumë i qetë arrita të largohem dhe në Sloveni, aty ma vonë organizata jonë krye me Gjafar Shatrin, që ka qenë edhe kushëri imi, me ndihmuan për të larguar. Flamur Gashi më ndihmuaj. Po, mas pe rrezikoj tashti që ja përmena emrin, sepse Serbia është pothuajse e njëjtë. Sot ditë ka ra me shëndru në Serbi? 2 ditë. Qarë kujtime shki për aty në 2 ditë? Janë, nuk mund t'i përshkrua jone, sepse duhet t'jesh i rangut të Kadares ose të Fishtës për t'i përshkrua. Unë, gjatë situatave të vështira që ma vonë edhe gjatë lufte, kom ra, unë kom dal nga vetja shpesh. Njeriu, kur e din çka po bën, kur e din, sidomos unë që isha i organizuar dhe se nuk mund të bisha i gjallë në duar, dhe vetëm vdekja ishte shpëtimi, në qoftë se afrohet puna deri aty. Tash nuk lejohet ajo në asnjë mënyrë, ama mendja shkonte. Fillimisht jam kap në Zvicër në 90-ën, kur kom qenë duke shku për të vënë një vizitë familjare. Aty më kanë marrë 72 orë sepse unë kisha një pasaport suedeze ku lejohej udhëtimi im nëpër Evropë, por në asnjë mënyrë nuk kom pas të drejtë të futem në Ish Jugoslavi. Me konvent Zhenevës, ka qenë ai dokument, pasaport. Dhe se ma vonë kom qenë i kapur në Gjermani. Gjithashtu ka gjatë arresti, ja 3 ditë më kanë majtë në arrest. Kom qenë në Qeki, kom qenë në Suedi, masanej kom qenë edhe në Austri. Në Austri kom hek keq bile mas lufte. Ka qenë një ndales dhe një përpjekje për të më këthy në Jugoslavi, në Serbi. 2006 fjallë është, me 21 janar. Dhe se unë miku atëherë mori vendim që të mbahet rigjykim dhe më këthyen, sepse Austria nuk pranoj ke më këthy nëse nuk më mbahet rigjykim për rastin Babović. Kështu që ja pas shërën gjatë unë ati edhe Serbisë. Me që thate, sakrifica e popullit tonë ka qenë e madhe dhe kanë ra shumë dëshmorë për të arritë, për të fituar lirinë dhe se mirë është. A ke pas frikë që mujnë me dërzu në Serbi Interpoli? Edhe pse nuk kanë dërzu ata, në basë që kanë thonë? Pajtashti, pasi që Suedia fillimisht nuk më dërzoj, dhe morin në mbrojtje. Shteti suedez, ju jam shumë falenderus. Atje i kom familjen dhe i përshëndes fëmijët shumë. Shtetet tjera u bazojshin edhe në dokument, ama në pas lufte. Në Austri kom hek mas keqi, sepse shkolla parë ka marrë vendim për më këthy, ku më kanë kap në aeroport. Në aeroport, dhe se pas mujve, më kanë këthy këtu, kom majtë edhe një vit burg për të pritë dhe për ta bëhat gjyqin e famshëm. Dhe se fitova gjyqin. Një rastit Babović. A i pendu? Në asnjë mënyrë. E ka meritu ai. Atë që ka ja kom dhanë. Dhe se po i kthejem prapa ratis, dhe më thënë, kur në kanë dalë në Sloveni, policia, unë kam thonë që babën e kam babën deshe në Ljubljanë dhe po shkoj. A i shoku që arë më marë ka qenë ullën pas. Dhe se unë, a i fillimisht më këshilloj që mos të ngutem, se e dike që jam jarë matas. Dhe që kom full me policë, shoferit i thane ke gra shpejt.
Këtë që rasti I Fatonit, unë nuk e di aty rrethonat qysh e kanë nalë. Amo, ky mu ka dhim, sepse ka vy drejtësia këtu mas me lëshu. Ti e ke parasin prej fillimit, prej që ka ikaj. Çka ke ndjen ato momente? Prej fillimit deri sa more vesh në funksion. Është keq, është një njeriu pa marrë parasysh çfarë veprash ai ka kry përpara. Ai ka boni më duket një ekses me rësht ka pasë dhe aty e ka vujt atë dënim, e ka majt dënimin, po tjera ato në nuk më në aty. Po është dhimt kur një qytetari joni I gjakut ton vdes në Serbi, me gjithatë ai ka pagu veten, ama nuk o dasht që të lirohet këtu, sepse ai është gjallë, mas me pa liru drejtorat e burgut, apo kush është përgjegjës. Nëse vesh kishe pas shansen me pas bisedu me Fatonin para se me ikaj për I burgut, çka I kishe thënë? E Fatoni më ka thirrë herë mu në telefon, para shumë vite, sepse kem njoft në burgje. Dhe se natën më ka thirrë me telefon. I kom thonë të lutem lem rahat se kom të lashet e mia, se une isha në përcjellje të në mikut, sepse kom qenë kundërshtar edhe I këtyne. Çka të ka thënë? Ka thirrë, çka ka dosh? Ka dash me ndihmu diçka, po ka pas telefon, po thuaj se të në kohën, sikur edhe që tjetë kanë pas, tash nuk kanë, po. Dhe se në këtë drejtësin tonë që kem pas në vazhdimësi, unë s'kom qenë fare I knaqur, dhe se kom qenë edhe kundër edhe kësaj qeverie, tash në fjallë është tek Ministria e Drejtësisë, nuk është dash të lirohet Fatoni në burgun e tipit lirë, sepse sikur mos t'ishte liu ishtë gjallë. Qa ju kështë thonë institucioneve të vendit, çfarë thirrje ju kështë bo? Unë I kisha përësit që ata të lirohen, ama tash ka mjete që t'ju qitet naj halhala, apo naj sikur shtetet skandinave, naj rreth me GPS. Edhe ajo është shpëtim për shumë kanë, sepse ti s'munësh me I majt të izoluar të dënuarit. Totalisht duhet edhe ata të kenë drejtat e veta, sepse tash jemi në kohën atjera, të lihet edhe 7 vjet ka pas burg, po m'duket, e të lihet në një burg të tipit lirë, kjo ka qenë e çuditshme për mu. Edhe përfundoi keq kjo. Vjen keq që ka vdek. Baca Naser, faleminderit shumë për këto pak minuta që I ndajmë. Ju lutem jeni të mirësardhur kurdo që keni kohë ose nevojë. Shpresojmë që kemi kaluar mirë.